e falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Falenderimet dhe lavdrimet i takojmë vetëm atij. Atë e falenderojmë, atë e madhërojmë, dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë që nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Vëllezër, ne nga ka begatuar Allahu subhanahu wa ta'ala me këtë din, me këtë islam. Pasi që na jemi musliman, nuk do të thotë që na nuk bëjmë gabime. Edhe muslimanët janë ata të cilët gabojnë. Ajo që do të flasë sot para juve janë pasojat e gjinoheve, pasojat e mëkateve, që na i bëjmë gjina Allahu subhanahu wa ta'ala, apo vetëm bëjmë gjina, apo cilat janë pasojat e gjati gjinohit që na i bëjmë. Gjinohi vëllezër nuk është vetëm shkelje ndaj urdhrave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjinohi lën gjurmë në zemrën tonë. Gjinohi të atëson besimin imanin tonë. Gjinohi mund të privojnë nga bereqeti jotë. Gjinohi mund të lërgojnë nga dhia dhe bindja Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kemi parasysh vëllezër, për shkak se gjinohi është shkak që shumë sprova që na i kemi janë si pasojë e gjinohave që i bëjmë. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Çdo fatkeqësi që ju godet është si pasojë e asaj që kanë vepruar duart e juve, وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Ndërsa Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili fal shumë. Prej pasojave që janë në jetën tonë është si shkak i gjinohave tona, por Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili i fal gjinohet. Thot Aliu radiallahu anhu: ma nazala bala illa bi dhanb. Nuk zbret ndonjë fatkeqësi, nuk zbret ndonjë bela vetëm se për shkak të gjinohit tonë. Wala rafa'a illa bi tawba. Dhe nuk largohet ajo fatkeqësi vetëm se me vetëm. O vëllezër, gjinohi që na po flasim dhe pasoja e gjinohit është shkak kryesor që ta nxjerrë zemrën tonë. Gjinohi mund ta plagos zemrën tonë. Jo që vetëm ta plagos, po mund ta vrojë zemrën tonë. Zemra plagoset, vrohet dhe vdes nëse gjinohet tua i bën në vazhdimsi, nëse nuk pendohesh për gjinohet tua. Pra pasojë e madhe është nëse ti bën gjinohe dhe pas atij gjinohet atë bën gjinohe nuk pendohesh tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu jalla jalaluhu: kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Thot Allahu jo, përkundrazi zemrat e tyre janë të mbuluara nga ajo që fitonin prej mëkateve të tyre, janë të mbuluar zemrat e tyre për shkak se kanë bërë gjinohe. Ibn Abasi radiallahu anhuma në tefsirin e Taberiut për këtë fjalë arran, thot adh-dhanbu ala dhanb hatta ya'mal qalb. Thot rani është mëkatin mbi mëkatin derisa zemra të verbrohet. Pra vëllezër, mëkatin nëse ti e bën, që është kryesore që të godet ty është në zemrë, të verbrohet zemra jote. Pastaj çështja tjetër është që nuk ti në rahati, nuk je rahat. Edhe s'ke më konë rahat për derisa të bën gjuna, për shkak se gjunahi e sjell mos rahati në zemrën tonë. A keni vesa ka prej neve që themi e kemi të atirat, kemi pasuri, por s'kemi rahati, kemi shumë, por s'kemi veçet, e kjo është shkak që gjunahet e tua të kanë ngarku. Thot Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah: ومن آثار الذنوب وحشة التي يجدها العاصي في قلبه. Thot Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah në librin e tij Da'a Dawa, thot në pasojat e gjinohave është ajo vetmi dhe zbrazdi që mëkatari e ndjen në zemrën e tina, bejnahu wa bejna Allah wa bejnahu wa bejna an-nas. Zbrazdia e tina që ndjen mes tij edhe mes Allahut dhe zbrazdia e tij që ndjen mes tij dhe
mes njerëzve. Sa njëri thot s'po rrihet kërkon, s'po rrihet as këto as atje. Edhe shtu pikon apet s'po rrihet. Është i pasojë e gjinave tua që nuk po ki rahati, kur zemra jote ngushtohet, nuk ki rahati, për shkak se zemra ngushtohet që ti i bën mëkat Allahu subhanahu wa taala. Pastaj vëllezër, zemra kur ngushtohet për gjinave edhe nuk e nin në ëmbëlsinë e çfarë adhurimit të Shërbani. Sona formi namaz edhe se nin në ëmbëlsinë e adhurimit. Sona formi vepra mira nuk e nin në ëmbëlsinë e adhurimit. Nga se secili prej neve e kemi nga një gjuna që e dim na mirë, na e dim çfarë gjuna e kemi. Për këtë arsye edhe nuk mundemi që ta nin në ëmbëlsinë e adhurimit që e bëjmë në ëmbëlsinë e namazit. Thotë Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah, wa min uqubatiha hirmanu ta'a. Thotë dhe prej dëmeve të gjunahit është të privan nga bindja ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra vëllezër, çështja tjetër që gjunahi të bën ty është tahut bereqeti. Tahut bereqeti të privan nga bereqeti. Gjunahi privan nga bereqeti. Jemi dëshmitar në këtë zaman se sa pasuni kemi, jemi dëshmitar se sa të mira kemi, apo bereqet së kemi. Bereqeti nuk është vetëm me pas pasuni, me pas material. Bereqeti është kur të në zemrën tonë një rahat, kur të në familjen tonë një rahat. Për këtë arsye nuk kemi bereqet në familjen tonë, për shkak se gjunahet e tonë na kanë kapur. Përveç gjunahet që i bojnë, në vetmi i bojnë edhe gjunahet në poptet. E shkaku i gjunave është që pas kemi bereqet në familjen tonë. Gjunahet janë shkak që po i shfosh, në atërë nuk e shfosh gjunahet. Thotë Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah, wa min uqubati dhunubi annaha tud'ifu fi al-qalb. Prej pasojave të gjunaheve është se ato e dobësojnë zemrën. Thotë e dobësojnë zemrën ndaj madhërimit të Allahut subhanahu wa taala. Prej çështjeve tjera vëllezër që gjunahet lan pasoja tek njerëzit, apo gjunahi lan pasoja është që na nëse nuk pendohemi, nëse nuk themi te Allahu subhanahu wa taala, gjunahi ka bën të lehtë gjunahin tjetër. Të thuaj sot për gjose që ky gjunah për gjë nuk është pa. Amo ta bën lehtë gjunahin tjetër që të e bën. Lan pasoja që ti me vazhduar në gjuna tjetër, thotë Allahu subhanahu wa taala, ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Thotë o jo, të cilët keni besuar, mos shkoni gjurmëve të shejtanit. Nga se shejtani e po metodologjinë e tina, se qysh ty me shtin, njëherë me qyrë një haram, masanina me thonë sosh për qosha i haram të paj sa Allah më falë, wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Mos i ndjek një hapat e shejtanit, nga se shejtani qyrë ty gradualisht, që me shtin me bëni me katë, pasani me katë e ngrejnë me katë tjetër Allah më ujë. Për qështje tjera vëzër, që janë pasojat e gjunaheve është që gjunahi e prish shoqërinë të familje. Nëse ti bën gjunah, nuk e ke prish vetëm veten tonë. Nëse ti bën gjunah, e ke prish veten tonë, po e ke prish edhe familjen, e ke prish edhe shoqërinë në përgjithësi. Thotë Allahu subhanahu wa taala, "Dhahara al-fasadu fi al-barri wal-bahr bima kasabat aydi an-nas." Thotë është shkaqë rregullimin tokë dhe në det, por shkak të asaj që kanë botuar të njerëzve. Krejtë rregullimet shkapohen në tokë. E këtë zaman janë si shkak që njerëz i kanë shfaq gjunahet e tyre. Pra vëllezër, mos i shikoni gjunahet se sot vogla janë, por shikoni se kuj na i të i bo gjunahna. Na i të i bo gjunahna të madhëruarit Allahu subhanahu wa taala. Thotë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna al-mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa alayh." Thotë besimtari i sheh gjunahet e tij sikur të ishte në fund të një mali dhe mali i vjen komplet për ty. Besimtari shumë do t'i bëjë gjunahet, dhe nëse është i vogël do të bëjë sikur një mal. Se është gjuna i vogël po çat e i madh, Allahu na ruaj. Ndërsa thotë inna al-fajira yara dhunubahu kadhubabin waqa ala anfihi. Thotë ndërsa mëkatari e sheh gjunahet e tij sikur një mish që ka përcjell për rreth në vetina. Kështu i sheh mëkatari gjunahet.
nga se kur zemra vërkohet, nuk lën gjuhën gjinohet të tina. So po prej vëllezërve, se të shkojnë në për muzika, falin namaz, a më shkojnë në për dorsma, a për gjinohet nuk lën gjuhën. Thot e kam për idare e ki, a mund ka e din që so është të dëmë ty që e gjina që i të ko. Krediti, sot ban ty dëmë, se nuk i bere qëtë në familjen tonë, e shumë gjina e tjera që na jim të i bo, dhe ta duhim që s'janë gjinohe. A mund ata gjinohe i lënë gjurë në zemën tonë, i lënë pasoja në familjen tonë, Allah më rrujë. Abdullah ibn Mubarak ka thonë, rajtu dhunube të bitë në kërru. Në kërë që ka thonë Abdullah ibn Mubarak, rahimullah, thot rajtu dhunube të bitë në kërru. Thot i kam po, gjinohet që i vdesin zemrat. Vëllat ju i dhulle i dmenëhe dhe të mbuja në gjinohet si e poshtrenë. Vëtër të dhunubi hajet në kullu, ndërsa lanja e gjinohëve është jetë për zemrat. Vëkhajru li nësike isjanëha dhe më e mira për shpirtin tënë është që ti praktesësh të lesh gjinohë. E lusë Allah s.a. që të mësën neve, që të përndohme dhe të janë gjinohë të këthemi Allah s.a. dhe zërë të ndëruar, ashtët si kur gjinohi që lenë pasoja dhe të largan prej nëmbërsis. Istighfari është shkak që ty shkohet bereqeti. Thot Allah s.a. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. Nëse kërkoni falje, do ta gjeni Allahu subhanahu wa taala që fal, yursil as-samaa alaykum midrara. Që ai të dërgon prej qiellit shi të bollshëm, wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dhe t'ju shkoj pasurinë, fëmijë dhe t'ju bëj koshte dhe lumen. Ashtu si kur gjinohi dhe pasoja, edhe istighfari, kërke në folën dhe Allahu subhanahu wa taala, është hajtë të cilë, bereqet në familjen tënde. Që vëllezër, t'ju themi Allahu subhanahu wa taala, pasi që mësun që pasojat e gjinohit janë tranda, mos harron që bendimi është hajtë i rregullon jetën tonë. Të kërkojmë falet e Allah subhanahu wa taala për krejt gjinohet që ai kemi bo. Allah është ai i cili falë gjinohet. Ma e aron është për Allah, i cili bën gjina edhe nuk i kthehet Allah. Dërsa Allah subhanahu wa taala e thirr robën e tij që të pendohet dhe të kthehet atina. Thot Allah subhanahu wa taala: "Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Thot o robët e mi, jo të cilët e keni ngarkuar vetën e juaj në gjinohe, la taqnatu min rahmatillah. Thot mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Se Allah subhanahu wa taala është ai i cili falë gjinohet, dhe lutem Allah subhanahu wa taala që Allah na falë mëkatet tona.